Nxjerrja e rakisë në zonën e Lunxhërisë është një traditë e vjetër që vazhdon të ruhet brez pas brezi. Krenar Rustemi prej moshës 18 vjeç merret me prodhimin e rakisë në kushte artizanale. Ai tregon se përkushtimi dhe respektimi i traditës janë çelësi për një produkt cilësor. Rakia do punë e saj. Duhet rushi të jetë i ëmbël, që dali raki e mirë, duhet përpunimi i saj, trazimi 3 herë ditën, e kupton që të mos hartohet, se nëse e la ashtu, ai hartohet, edhe s'nxjerr gjë. Kështu që do punë. E lë 21 ditë, pastaj fillon të nxjerr. Po përpunimi është shumë ashtu. Në të pastra, kazani duhet të jetë i pastër, të mos ketë kripra i oksiduar, domethënë alumini, ky bakri, të mos jetë i oksiduar, sepse cilësia e rakisë dhe shumë e keqe. Kur është që i pastron gjithnjë, dhe raki e mirë, shumë e mirë. Pastaj unë i kam bërë dhe me eninoksi, që të heq dorë nga bakri, e kam bërë me eninoksi, e kam bërë në Elbasan atë kazanin, shumë i tepërpara, me inoks ushqimor, shumë të mirë. Dhe raki e mirë, shumë e mirë. Edhe pëlqyeshme. Unë e mban 19 gradë rakinë. Tani që e nxjerr, 19 e gjysmë. Se është e ngrohtë, kupton, kur ftohet pastaj ajo zbret tek 18 e gjysmë. Sipas tij, rakia artizanale është shumë e pëlqyer edhe nga të huajt, të cilët vlerësojnë shijen dhe mënyrën tradicionale të përgatitjes. E kanë shumë të pëlqyer, jashtë mase të pëlqyer, biles një gjermane, vajzë 23-24 vjeçe, më tha, hajde të pim një gotë raki bashkë, tha. Ja ishim aty, ajo që me motrën e saj edhe me maman. Më tha, kam mbredhur shumë edhe kam pirë shumë raki, tha, po si kjo raki nuk kam pirë, tha, edhe e pim bashkë atë, një gotë. Më tha fjalë e saj. Krenari thekson se tradita duhet të ruajtur dhe përcjellur te brezat e rinj, si pjesë e identitetit të zonës. Unë i them djalit që e marr me vete, me gjithë që është në punën e tij, e marr, mësoj, edhe ecën mirë, i ka qejf. Rakia dhe vera mbeten dy pije artizanale që gjenden pothuajse në çdo shtëpi të Lunxhërisë dhe shërbejnë si shenjë mikpritje për çdo vizitor.